Nënave të ushqyese Liri Besa Gashi pasi hyri në shtëpinë e re, tha se lotet e saj janë tharë nga dita e sotme dhe janë bërë lumi parajsës për njerëzit shpirtbardh që ndihmuan për ta gëzuar shtëpinë e re ajo dhe 3 fëmijët e saj në këtë natë të Fitër Bajramit. Sot ku ka ma mirat se me gëzu një nanë, me fëmijë, një nanë të vojshme. Latë e mi sot kanë marrë fund, inshallah këta latë, i ban lumë gjenetit, spari pëcit Hashim, që ma ka dhuruar 3 ari tokë, pastaj Bacin Kurti Hoxha, që ka marrë përsi për ndërtimin e shtëpisë, Allah i shpërblet kur mos jobt. Gjithashtu i falenderoj edhe të gjithë donatorët kudo që janë, Zoti i ruajt. Allah ju shpërblet. I pranishëm në dorëzimin e qetësave të shtëpisë së re për këtë familje ishte edhe kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, Valon Ibrahimi, i shoqëruar nga koordinatori i shoqatës Bereqeti Kurtish Hoxhaj. Kryetari Ibrahimi tha se sot në këtë natë të madhe të Bajramit falenderojmë të gjithë donatorët që për hir të Zotit ndihmuan familjet nevojtare duke i bërë më shtëpi të reja. Për hir të Zotit xhallashanuhu, ne si Këshilli i Bashkisë Islame të Prizrenit, si dege e Bereqetit edhe në Prizren, i falenderojmë të gjithë donatorët të cilët kanë kontribuar me mjetet e tyre që të gjenden pranë e njerëzit të cilët janë në nevojë dhe gjithashtu falenderojmë edhe dhuruesin e trullit, po ashtu të kësaj shtëpie, edhe është Zoti xhallashanuhu që edhe në të ardhmen të kemi shembuj të tillë që për hir të Allahut xhallashanuhu ne gjithmonë të jemi në këtë rrugë të duhur. Pra sonte jemi në natën e Bajramit, sikur se i themi edhe ne në popull, andaj jemi të lumtur, jemi të gëzuar që sadopak mund të gjendemi afër njerëzve të cilët janë pjesë e jona e bashkisë tonë, e shoqërisë tonë. Zoti xhallashanuhu u shumë fishoft të gjithë atyre të cilët kanë kontribuar në këtë drejtim e inshallah gjithmonë takomi për raste të tilla të mira. Edhe koordinatori i shoqatës Bereqeti Kurtish Hoxhaj tha se ndjehemi të lumtur që në këtë ditë të veçantë në prag të Fitër Bajramit, fal donatorëve, antarëve të këtyre familjeve ju është rikthyer buzëqeshja për jetë më të dinjitetshme. Pas shumë vujtjeve, mundimeve, sakrificave sot në erdhëm këtu kur që kemi dhënë premtimin atëherë për herë parë kur jemi takuar në atë emision për me ndërtuar shtëpinë. Ndërtojmë, falenderojmë Zotri Hashimi që është bërë shkaktar duke i dhuru 3 allit truall të në Prizren dhe gjithë ata që kanë kontribuar për me u kthy juve buzëqeshjen, lumturinë, sidomos në këtë natë madhe të festës së Fitër Bajramit. Shpresoj që ti së bashku me 3 fëmijët e tu ta gëzon këtë shtëpi dhe Zoti xhallashanuhu t'ju jep të mira, begati dhe mirësi. Unë i kisha shfrytzuar rastin mi falenderoj gjithë ata donatorët të cilët po na përkrahin neve në këtë drejtim dhe në gjithë aktivitetet e shoqatës Bereqeti. Përveç familjes Gashi, përfituese të shtëpisë së re është edhe familja 5 antarësh e Hajredin Tahirit, e cila jetonte edhe pse me qera në një objekt të vjetër pa kushte elementare banimi, rast të cilin e kishim trajtuar vitin e kaluar bashkë me koordinatorin e shoqatës Bereqeti Kurtish Hoxhaj.